Miqtë mi përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në programin ton Dashuria Shërben, një program i nxitur nga një studim i fundit i bërë me kishat dhe organizatat e krishterë ungjillore në vend. Në këtë episod do të flasim për diçka shumë të rëndësishme, por që nuk e dëgjojmë të flitet shpesh. Si ndikon trauma tek fëmijët dhe familjet dhe çfarë mund bëj kisha për të ndihmuar ata që kanë kaluar trauma në fëmijëri. Studimi është iniciuar nga Alomik me mbështetjen e dy organizatave të tjera ndërkombëtare, zbuloi se shumë udhëheqës kishash po përballen me këtë sfidë çdo ditë. Shumë fëmijë kanë kaluar përmes dhunës, mungesës së dashurisë apo dhe largimit nga prindrit. Dhe këto përvoja lën pas plag, jo gjithmonë të dukshme, por që prekin zemrën, mendjen edhe jetën e tyre. Shpesh kisha dëshiron të ndihmoj, por nuk di nga t'ja nis. Nuk është gjithmonë e lehtë të kuptosh dhimbjen e fshehur pas sjelljes së një fëmie. Prandaj sot do të flasim për kujdesin e informuar ndaj traumës, një mënyrë për të qenë më të ndjeshëm, më të përgatitur dhe më pranë të gjithë atyre që po vuajnë në heshtje. Sepse kisha ka një thesar të madh, dashurinë shëruese të Zotit, një dashuri që shërben pa kushte. Dhe kur kjo dashuri zbatohet me mençuri dhe kujdes, ajo mund ndryshojë jetën e një fëmie, të një familje, madje edhe të një komuniteti të tërë. Sot me mua në studio është sërish Ruth Vergnon, një nga drejtueset e organizatës Alomik. Ajo do të na tregojë më shumë për disa nga materialet dhe trajnimet që Alomik ka krijuar për të ndihmuar kishat, profesionistët apo dhe kujdestarët e shërbesave të fëmijëve, ata që mbështesin më mirë fëmijët që kanë përjetuar në trauma në jetën e tyre. Qëndroni me ne, sepse edhe në errësirën më të thellë ka shpresë. Mirë se erdhe sërish në studio. Edhe pse do flasim sot për një temë që shumica njerëzve s'kan shumë qejf që të flasin, por është shumë e rëndësishme që ne të marrim një uri që me të vërtet ta përdorim në punën tonë të përditshme dhe sa më shumë fëmijë të vinë në njohjen e shpëtimtarit dhe të jetojnë një jetë të shëndetshme dhe të begatojnë aty ku Perëndia e ka vendosur. Folëm herën e kaluar për traumën, folëm për përgjithësi, për traumën edhe jam e bindur që ka qenë një mesazh që mua vetë më ka ndihmuar edhe të kuptoj më shumë dhe mendoj që ka ndihmuar edhe shumë nga ata që kanë dëgjuar në radio apo që na kanë parë në TV7. Do doja përpara se të fillojmë me detajet më shumë se si ne mund të ndihmojmë profesionistët apo prindrit apo ata që punojnë nëpër kisha e shërbejnë me fëmijët, më tregu pak më shumë për Alomik, edhe pastaj ndalim pak edhe tek puna juaj me fëmijët që kanë pasur nevojë dhe konkretisht me traumën, po më tregu pak më shumë për organizatën. Fondacioni Alomik është themeluar në vitin 2003 në iniciativën të bashkëshortin tim bashkë me mua. Edhe misioni ynë vërtet është që të shikojmë të shërbejmë fëmijët që kalojnë kohë të vështirë edhe që vërtet të ndihmojnë që të ecsin në një jetë që do lullëzoj. Kemi programe të ndryshme, kemi qasje të ndryshme, kemi një qendër për kamp dhe konferencë Eden Park, ku neve organizojmë përveç aktivitet të tjerë edhe kampet veror, ku duam t'i japim fëmijët, sidomos fëmijët më në nevojë, një eksperiencë, një përvojë të jashtëzakonshme, ku ata mund të mbushen me shpresë. Kemi edhe një qendër komunitar, qendra Oaz, që është në kombinat, ku neve i shërbejmë në mënyrë ditor fëmijët dhe familjet të tyre, që ndoshta thjesht kanë nevojë për një mbështetje për të lullëzuar. Pastaj kemi edhe dy programe të tjerë që janë më shumë, që synojnë më shumë të arrin kishat ose profesionistët, organizatat që punojnë
me fëmijët vulnerabël, po jo vetën, edhe këto dy programet më shumë janë për t'i pajisur kishat dhe profesionist me trajnime të ndryshme ose me burime të ndryshme, edhe për të parë që personat të ndryshme të inkurajojnë njëra tjetra. Do të thënë gjithë kjo dëshira jotja edhe juaja si fondacion për të shërbyer specifikisht me fëmijët që kalojnë në trauma, është për shkak të eksperiencës. Juve keni punuar për një periudhë të gjatë kohe me fëmijë që janë përballur me trauma të ndryshme në fëmijëri. Po, në fakt, patjetër që si fillim neve i kemi shërbyer drejt për drejt fëmijët që kanë kaluar trauma nga më të ndryshme, por me kalimin e kohës kemi kuptuar që edhe nëse duam të arrim më shumë fëmijë, është edhe kyç që të trajnojmë, të pajisim edhe njerëz të tjerë, se janë shumë në Shqipëri, qoftë kishat, qoftë organizatat, që shërbejnë në mënyra të ndryshme dhe thjesht sjellim pak nga eksperiencat tona, edhe marrim edhe nga eksperiencat e të tjerëve. Po e shikojmë si kyç bashkëpunimi për të arritur akoma më shumë fëmijët. Ti je specializuar jashtë vendit pikërisht për këtë çështje, për mënyrën e trajtimit të traumave në fëmijëri dhe jo vetëm trajtimi, por edhe drejtimi, mësimi i profesionistëve apo i personat që shërbejnë nëpër kisha apo në organizata të ndryshme që punojnë direkt me fëmijë, trajnimi i tyre. Domethënë kjo ka qenë jo vetëm ndihma në komunitet, nga ka lindur gjithë kjo dëshirë dhe pasion, sepse normal nuk është e vështirë që gjithë fëmijët e Shqipërisë ti ndihmoj vetëm organizata juaj, pavarësisht dëshirës suaj të madhe, pavarësisht është mendoj shumë e rëndësishme të fuqizojmë personat e tjerë në zona të ndryshme të vendit, po edhe në Tiranë, se Tirana është një qytet i madh, që të ndihmojnë sa më shumë fëmijë dhe mbështetur te kjo eksperiencë juaj dhe edukim. Juve keni zhvilluar, keni përgatitur disa burime për t'i ardhur në ndihmë komunitetit. A në tregon pak më shumë në lidhje me këto burime? Po, patjetër. Do t'i marrim kështu një nga një dhe dua që të kuptojmë pak më shumë. Në fakt është e vërtetë që me kalimin e kohës kemi kuptuar që ne kemi nevojë së pari të trajnohemi, të thellojmë njohurit tona, po edhe praktikat tona, po pastaj kemi parë edhe nevojshme që këtë gjë mund ta vendosim edhe në dispozicion të personave të tjerë. Përveç se unë vetë jam trajnuar qoftë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, qoftë në fushën e traumës në fëmijëri, në fakt kam pas mundësi që të trajnohem edhe si trajnere për një organizat amerikan që quhet Trauma Free World, një botë e lirë nga çdo trauma, edhe që mund të përdorja trajnimin e tyre për t'i vendosur në dispozicion profesionist, po edhe prindrit që mund t'jetë prindër birësues, prindrit kujdestar, ose mësues, ose personat të ndryshme që punojnë me fëmijët që kanë kaluar trauma. Dhe ky bashkëpunim si fillim ka filluar me një kurs online. Në fakt kam ndjekur për vetë. Sa kohë ka ky kurs online që ju e keni përgatitur edhe besoj që në vitin 2021 kemi parë këtë kurs online, edhe kemi thënë sa mirë do ishte që të ishte edhe disponueshëm po në Shqipëri. Në fakt ka qenë edhe një bashkëpunim me Radio 7, me TV 7, ku bashkë me juve kemi në vend që të bëjmë vetëm titrat e kursit që ekzistonte në anglisht, kemi bërë kemi regjistruar videot të këtij kursi. Sot, domethënë mund të jetë i disponueshëm prej 3 vite, besoj, online, pa pagesë, ku secili mund ta aksesoj. Në fakt është një seri 10 video
të shkurtra, 10 minutash, që secili mund ta marrë në ritmin që do, që kanë një përmbajtje mjaft edhe të ndërtuar mbi studime të ndryshme, po edhe mjaft praktik, edhe mjaft i thjesht për të kuptuar, edhe që ndihmon profesionist edhe prindër për të kuptuar çfarë është trauma, si ndikon trauma, dhe çfarë janë disa hapat të thjesht që mund të marrim për të ndihmuar fëmijët që kanë kaluar trauma. Deri më sot janë më shumë se 100 person që e kanë aksesuar këtë kurs dhe kemi pas feedback goxha pozitiv. Në përgjithësi Unë do doja të ndaleshin pak këtu, domethënë në lidhje me këta person, këta 100 persona, aq sa e mbani mend ju tani, pak a shumë si ka qenë shpërndarja e tyre gjeografike, apo edhe ka qenë vetëm profesionist, apo kanë qenë edhe njerëz që që janë thjesht shërbej në kish, por nuk janë profesionistë të shëndetit mendor, apo ndoshta të tjerë që s'kan lidhje fare me besimin, po që kanë nevojë që të marrin këtë lloj njohurie. Në fakt, na tregon pak më shumë se cila është grupi që është ndihmuar. Grupi i synuar ka qenë shumë i nxjerr. Neve në përgjithësi kemi bërë lajmërim edhe personalisht nëpërmjet media social. Patjetër që një pjesë të madh të grupit i synuar kanë qenë profesionist të krishterë, po profesionist edhe jo të krishterë, që punojnë drejt për drejt. Kemi pas psikolog, kemi pas punonjëse social, kemi pas mësues nga vende nga më të ndryshme, jo vetëm nga Tirana, për shkak se është një program online dhe lehtëson arritjen e personave që ndoshta nuk janë në Tiranë. Unë e di që kemi pas njerëzit që nga Korça, Shkodra, Gjirokastër që kanë marrë kursin. Edhe unë do thoja që kemi pas edhe disa persona që thjesht ishin përgjegjës në një shërbes në kish dhe kanë dashur që të kuptojnë pak më shumë. Edhe kemi pas edhe feedback shumë pozitiv. Dhe nga këtë edhe disa personat na kanë thënë, ok, tani duam niveli tjetër, duam më shumë detaje. A mund të kemi edhe niveli tjetër? Ne do të tregojmë pak në ekran se si secili mund të aksesoj linkun, si mund të gjejnë më lehtë videot. A mund ta tregosh ndoshta ndonjë histori të ndonjërit nga këta, nëse të kujtohet në këtë moment, të ndonjërit nga personat që ka përdorur ndonjë nga seritë e videove ose çfarë impakti ka pasur tek ata? Në fakt unë do veçoj një person që më vjen tani në mendje. Është një person që ka qenë vullnetar nëpër kampet që Alomiku bën për fëmijët që jetojnë në institucion, në shtëpinë e fëmijës. Dhe kjo person ka qenë shumë e prekur duke bërë kampin, duke parë nevojat të theksuar të fëmijëve për atashim, për marrëdhënie. Dhe nga këtë, ai ka kuptuar që më duhet edhe pak më shumë njohuri për të kuptuar si ti qasem. Edhe ka marrë kursin një herë. Kur ka marrë kursin një herë, tha, është shumë mirë, po më duhet që ta marrë edhe një herë të dytë për të kuptuar edhe më thellë disa konceptet, disa gjëra që po më ndihmon që të kuptoj, pse ka këtë sjellje, çfarë mund të bëj më mirë për t'i përgjigjur nevojave të tyre. Përveç këtij burimi, juve keni përgatitur dhe keni bërë edhe trajnime, keni edhe burime të tjera. Mund ta tregosh pak për burime të tjera? Në fakt nisur edhe nga këtë bashkëpunim me këtë organizat. Në fakt kemi parë edhe nevojën që, siç thash, për shkak se personit po kërkonin pak më të theluar, kemi menduar që do ishte mirë që të kishim edhe një trajnim që është një trajnim më i theluar, më i gjatë edhe ballë për ballë. Edhe në fakt kemi arritur të përkthejmë edhe të implementojmë një trajnim që është një trajnim 15 deri 18 orë mësim interaktiv, do thoja. Edhe kemi tani më shumë se 2 vite që kemi pas mundësi që ta zhvillojmë në vende të ndryshme. Në fillim kryesisht ka qenë për personat profesionistë që punojnë drejt për drejt në fushën e ose
mbrojtjes së fëmijëve, që kanë qendra ditor ku vinë fëmijët që kanë pas përvojat të pafavorshme në familjen e tyre, ose edhe për institucionet rezidencial, qoftë publik, qoftë privat. Në fakt unë mbaj mend një herë që jam takuar me drejtorishën e një institucion, edhe kur kemi shkuar për të propozuar bashkëpunimi, gjë e parë që ka kërkuar drejtorishën ka thënë ju lutem, dua që të më trajnoni stafin, se kemi nevojë që stafi të di çfarë është trauma, si ndikon trauma dhe si ti qasin fëmijët. Deri më tani kemi bërë disa sesione trajnimesh dhe në përgjithësi të gjitha personat e kanë mirëpritur dhe kanë thënë kemi nevojë për më shumë trajnime të tillë. Së fundmi në prill kemi bërë trajnim për stafin ton dhe kemi ftuar edhe njësia psikosocial të shkollave me kë bashkëpunojnë, edhe ata kanë thënë duhet ky trajnim jo vetëm për ne, po edhe për mësuesit, se kanë nevojë që të kuptojnë edhe që të përveçsojnë një qasje që është e informuar ndaj traumës, sepse fatkeqësisht sot shumë e më shumë fëmijë mund të kenë kaluar ose mund të jenë duke kaluar trauma më të ndryshme dhe nuk jemi të përgatitur për t'i përgjigjur nevojave të tyre. Si mund nëse dikush po dëgjon në këtë moment apo po shikon programin në këtë moment, do që të bëj këtë trajnim në institucionin e tij, qoftë ky publik apo privat, çfarë procedure keni ju, çfarë duhet bëjnë ata? Në përgjithësi, unë jam e gatshme që të shkoj, kam shkuar në Korçë, kam shkuar në Gjirokastër. Ato që kërkoj është që patjetër nëse mendohet për një trajnim të tillë për shkak se është një angazhim kohor, që të kem një grup të mjaftueshëm. 15 persona është minimumi që mund të jetë dhe që personat që angazhohen ta çojnë deri në fund. Mos të jetë vetëm për 1 ditë, 2 ditë, por për ato 18 orë. Dhe mjafton thjesht që të na shkruajnë tek adresa info@alomik.org. Që ne do ta kemi të shkruar edhe në ekran, ose mund na kontaktoni neve nëse nuk arrini dot që të lidheni me Ruthen. Çfarë trajnimesh, burimesh, materialesh të tjera i vinë në ndihmë atyre që punojnë me fëmijë në mënyrë që të identifikojnë çfarë po ndodh me një fëmijë që ka kaluar një traumë, çfarë materialesh të tjera, burimesh të tjera keni përgatitur ju? Nisur edhe nga përvojat që kemi pas të qendrën tonë OAZ, neve kemi parë të nevojshme që të zhvillojmë një kurrikul për vetë fëmijët, që jo vetëm të trajnojmë stafi, por edhe të ndihmojmë fëmijët, që edhe vetë fëmijët të kuptojnë çfarë dikim ka trauma në jetën e tyre, por edhe pse disa herë atë çfarë ndodh në trurin e tyre që nuk arrin të vetë rregulohen. Dhe para 2 vitesh kam pas mundësi që të zhvilloj një kurrikula për vetë rregullimin e fëmijës. Është me të gjitha aktivitet të zhvilluara, me mjetet që i nevojitet një punonjës social, një mësues ose një animator për të zhvilluar aktivitet për të ndihmuar drejt për drejt fëmijët në vetë rregullimin e tyre. Në të njëjtën mënyrë është një material që është i printuar, është i disponueshëm në qoftë se ka interes. Në fakt edhe psikolog të një qendër në Durrës e kanë përdorur edhe në seancat individual me fëmijët, edhe më kanë shprehur që ka qenë një ndihmë shumë e madh për ta. Do të thënë ky është një material që juve keni bërë gati dhe mund ta përdorin të tjerët. Shumë mirë. Sigurisht ndoshta ka nevojë për një trajnim se si të përdoret materiali, po është një material me shumë vlerë që mund ta përdorin të gjithë ata që punojnë me fëmijët edhe që janë duke ndihmuar një fëmijë. Çfarë materialesh të tjera? Pastaj patjetër që një target grup tjetër që kemi synuar janë personat që punojnë në kishë. Ndoshta nuk janë profesionistë të fushës social, po ata përballojnë ndoshta çdo javë
me fëmijët që shumica e kishave kanë edhe projekte ndihme në komunitet. Edhe thjesht kemi parë që sa e nevojshme ishte që edhe ata të kishin një kuptueshmërinë më të saktë të traumës, të ndikimit të tij, dhe si mund t'i qasin në për shërbesat të ndryshme që mund të kenë. Neve kemi çdo vit trajnojmë vullnetarët që vinë në për kampet tona, sepse edhe në për kampet vinë fëmijët që mund të kenë kaluar trauma, si t'i qasim. Neve kemi trajnuar edhe një kish në Ersek që ka kërkuar, neve duam të dim më shumë. Kështu që unë kam zhvilluar një trajnim më të thjeshtuar, të përshtatur për kontekstin e shërbesës në kish. A keni dëgjuar për këtyre personave të cilët juve i keni trajnuar që punojnë nëpër kisha apo organizata krishtere, se si mund ta kenë përdorur ata në punën e tyre, ato trajnime që kanë marrë, ato në pajisjen e tyre? Gjithmonë kur bëhet trajnimi, gjën e parë është personi thonë sa e nevojshme është, sepse na hap syt, na bën që ne vetë të shikojmë ndryshe. Shpesh thonë që nuk është vetëm e vlefshme për fëmijët që kemi në qendrat tona ose në kishat tona, na shërben edhe për fëmijët tanë, edhe pse mund mos të kenë kaluar trauma të njëjti lloj. Por pastaj dëshira im gjithmonë është mos të jetë vetëm një diçka që shërben njëri, po vërtet që të vendoset në praktik. Edhe gjithmonë gëzohem kur pas disa kohësh shkoj në një vend, edhe ata më thonë, okay, neve kemi vënë në praktik këtë gjë, kemi provuar këtë teknik, edhe ka funksionuar. Sepse vërtet këtë është disa herë sfida e trajnimeve, është marrim një uri, po a përkthehet në praktik. Ai zbatojmë ato në praktik. Edhe kur e shikoj që zbatohet, për mua është një gëzim. Nëse në këtë moment janë duke na dëgjuar persona që punojnë apo shërbejnë në kish, çfarë mesazh do kishe për ata? Pse duhet ta bëjnë ata? Pse duhet ta kenë këtë lloj trajnim? Pse duhet pajisen me këtë lloj gjë? Nuk mjafton vetëm që ata kanë një pajisje biblike. Unë mendoj që çdo një uri na vlen. Patjetër që neve mbështetemi edhe duhet të mbështetemi si të krishterë, e dim që Zoti na jep forcë, po Zoti na jep edhe urtësi, edhe na jep edhe burime nga më të ndryshme, kështu që po, pse jo të rritemi edhe në këtë mënyrë. Besoj që është edhe një diçka që do të na lehtësoj, do t'i lehtësoj në mënyrën si do të bëjnë shërbesën, edhe patjetër duke menduar që këtë mund të ketë një ndikim për të ndihmuar shërimin e fëmijëve. Tani të shëroni fëmijët në cilët punoni, kështu që pajisuni, flisni me profesionist, merrni gjithë njohurinë që ju duhet. A kemi diçka, një grup tjetër burimesh dhe trajnimesh që janë përgatitur nga Alomik, edhe nuk janë përgatitur nga Alomik vetëm për të mbajtur për vete, janë për të shërbyer një komunitet më të gjerë. Mund të kemi diçka tjetër me cilën mund të ndalemi? Unë nuk është që dua që vetëm të përqendrohem edhe tek Alomik. Unë besoj që në komunitetin e krishter kemi edhe profesioniste të ndryshme, që vërtet janë edhe të përgatitur. Mund të ketë qendrat për shëndetit mendor në vende të ndryshme, profesioniste të ndryshme, që disa herë neve vërtet harrojmë që ata mund të jenë një burim. Dhe thjesht dua të theksoj që është edhe e rëndësishme që të shkojmë tek burimet që gjejmë edhe në komunitetin ton. Jo çdo gjë tek Alomiku, po edhe në vende të tjera. Patjetër që të shkojmë, unë e shikoj me shumë vlerë që ne kemi profesionistë fushave të ndryshëm, i kemi miq, shok, kemi nëpër kishat tona. Unë për vetën time gjithmonë pyes edhe flas me ata që dinë më shumë se unë në një fushë të caktuar, se kam nevojë që të rritem, të kuptoj më shumë, jo domosdoshmërisht do bëhem unë profesioniste, po që do kuptoj më shumë në një rrethana apo në një situatë caktuar. Dhe më pëlqen edhe që trupi i Krishtit punon bashkë, se ne të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin. Edhe unë gëzohem të shikoj që në krahasim me 20 vite më përpara, sot vërtet në trupin e Krishtit kemi profesionistë që janë të aftë që të ndihmojnë fëmijët që kemi në mesin tonë.
Edhe gjithë kjo bisedë ne e bëjmë në kuadër të serisë së programeve që janë të lidhura me studimin për cilën ne kemi folur në programin e parë, po ndoshta ti mund ta risjellësh edhe një herë studimin që juve keni bërë bashkë me dy organizata të tjera, cili ishte fokusi, qëllimi, pse i bëjmë gjitha gjëra, se s'bëjmë gjëra vetëm për të patur të shkruar në letër, për patur një libër të publikuar. Kemi një qëllim, kemi edhe një qëllim sepse po i bëjmë gjitha këto programe. Po në fakt kur kemi nisur këtë studim mbi shërbesat që kishat ungjëllore kanë për fëmijët dhe familjet vulnerabël, ishte për të kuptuar, çfarë bëjnë kishat për fëmijët që ndoshta kanë kaluar trauma, po kalojnë trauma në mesin e tyre. Edhe një arsye tjetër ishte edhe si mund të ndihmojmë kishat për të bërë akoma ndoshta më mirë punën që bëjnë. Dhe një gjë që ka dalë edhe nga studimi ishte që kishat ose drejtuesit e kishave po kërkonin neve na duhet më shumë trajnim. Na duhet edhe më shumë trajnim në lidhje me trauma, sepse jo të gjithë që punojnë me fëmijët janë të përgatitur. Ndoshta disa kanë një farë përgatitje, po disa të tjerë mund të kenë nevojë për më shumë përgatitje. Dhe prandaj besoj që studimi më shtyn edhe mua akoma më shumë që të investoj në fushën e trajnim edhe pajisjen e kishave për t'i shërbyer akoma më mirë fëmijët dhe familje të cënueshme. Edhe mendoj të gjitha ata që na drejtuesin që na ndjekin në këtë moment apo personat të ndryshëm që shërbejnë në kish mund të marrin një kopje të këtij studimi në mënyrë që të informohen pak më shumë, ndoshta të marrin një ide, të shikojnë, edhe të inkurajojmë. Unë për veten time jam inkurajuar se shikoj se kaq shumë motrat e vëllezër në trupin e krishtit janë duke bërë shumë punë në komunitet dhe jo gjithmonë e dim. Mund të dim për disa me të cilën kemi marrëdhënie, po nuk e dim. Ndoshta për të tjerë dhe frymëzohemi. A si mund të marrë dikush një kopje të këtij studimi? Tek faqja e Alomikut do të jetë disponueshme ose tek faqja e Albania Without Orphans mund të aksesohet. Në qoftë se ne do t'japim një link ju mund ta shikoni linkun në program, po edhe kur të jetë programi në YouTube do të keni një link ku ju që të jetë lehtë për ta shkarkuar. Dhe gjithsesi për çdo person që ka qenë e intervistuar do të jepet edhe një kopje me letra fizike e printuar. Po, e printuar. Edhe në qoftë se ka njerëz të tjerë që e duan kopjen fizike e printuar, mund të na i kërkojnë kopjen e tyre. Okej, më vjen shumë mirë për punën tuaj dhe që kemi mundësi të flasim, edhe të ndihmojmë edhe shumë të tjerë. Faleminderit që ishim bashkë sot, edhe do shikojmë prapë programe tjera. Faleminderit Ledja, ishte kënaqësi që ishim prapë bashkë sot.